do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell. Të nderuar miq, po fillojmë takimin e radhës, gjithsesi emisionin e radhës me një temë të veçantë që i kushtohet këtij muaji të veçantë, pra është fjala për muajin e shejtë Ramazanit, gjithsesi ibadetit adhurimit me cilin Allahu xhalla xjalaluhu e ka dalluar këtë muaj. Agjërimi ashtu siç jeni të informuar, ashtu siç jeni në dijeni, është prej ibadeteve dhe adhurimeve me të cilat dallohet besimtari muslimane. Është ibadet adhurim i shpirtit. Pra, te agjërimi mbetet pa ushqim trupi dhe ushqehet shpirti. Një ndjenjë e veçantë në një muaj të veçantë. S'ka dyshim se sekretet, konceptet dhe dobit e agjërimit janë të shumta. Ne në këta pak minuta që i kemi përpara vetes, do të mundohemi që t'i përmendim disa koncepte bazë apo të themi përfitime bazë nga agjërimi i muajit të shejtë Ramazanit. Fillimisht, çdo popull Allahu xhalla xjalaluhu i ka dërguar pejgamber. Dhe çdo popull të kaluarën Zoti ja ka bërë obligative agjërimin, e aja që ka dallu prej një populli në popull tjetër, u konë vetëm forma dhe ditët se si ata kanë agjëru. Allahu në Kur'an flet rreth këtij sekreti, rreth kësaj urtësie, thot Zoti i Madhreshëm: o ju të cilët keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi ashtu siç ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, domethënë para umetit Muhammedit alayhis salam, për umetet tjera, në mënyrë thot Allahu xhalla shanu që të bëheni të devotshëm. Në prej koncepte bazë të agjërimit është se edhe prej qëllimeve dhe objektive të agjërimit është se Allahu xhalla xjalaluhu nëpërmjet agjërimit synon të robi të rifreskoj dhe ta ushtroj dhe ta ringjall ndjenjen dhe përkatësinë e robit aspektin e robrisë që ai ta ndjej dhe ta ushtroj se me të vërtet është rob i Allahu xhalla shanu. Kur një agjërues i përgjigjet urdhrit të Zotit: o ju të cilët keni besuar, agjërimi është bërë obligim ashtu si ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, robi automatikisht përgatitet, nënshtrohet dhe i dorëzohet urdhrit Allahu xhalla xjalaluhu. Edhe pse përpara vetes e ka ushqimin, e ka pijet dhe gjëra tjera të cilat e prishin agjërimin, ai i braktis, abstenon nga to me të vetmin qëllim që ta realizon një prej urdhrave të Allahu xhalla xjalaluhu, gjithsesi ta zbaton një prej urdhrave të Allahu xhalla shanu, ai është agjërimi i Ramazanit, e që agjërimi i Ramazanit ashtu siç e dim, është prej njëra nga 5 shtyllat e arta të fesë islame. Pra, kur ne agjërojmë muajin e shejtë të Ramazanit, atëherë më shumë se kurrë e ndjejmë në veten tonë, në qenjen tonë, se ne kemi nevojë për Zotin. Allahu i Madhreshëm në një hadith kutsi, të cilën e transmeton pejgamberi alayhis salam, thot Allahu xhalla shanuhu: o robët e mi, ju nuk do të keni mundësi që ta arrini dëmin tim e të mbëni dëm mu. Pas nuk do të keni mundësi që të arrini dobin time e më mbo dobi mu. Pra, Allahu nuk ka nevojë për agjërimin tonë, nuk ka nevojë për namazin tonë, nuk ka nevojë për adhurimet që ne i bëjmë. Ne, si robët e Zotit, si krijesa dobta, kemi nevojë që t'i drejtohemi Allahu xhalla shanuhu dhe që ta lutim Allahun xhalla shanuhu. Pra, një prej qëllime bazë të adhurimeve në përgjithësi në Islam, në mesin e tyre edhe të agjërimit, është që ne ta kultivojmë këtë ndjenjen e të qenurit rob, dhe robi natyrisht ka nevojë për Zotin e tij, ai është Allahu xhalla xjalaluhu. Çdo adhurim në mesin e tyre edhe agjërimi e ka shpirtin edhe trupin. Trupi i agjërimit është abstenimi nga ushqimi dhe pija. Kur ne prej paralindjes se diellet e deri në perëndim diellet abstenojmë, largohemi nga ushqimet, pijet,
dhe nga gjërat të cilat e prishin agjërimin. Ky është trupi i agjërimit. Edhe pse shumë njerëz e keq kuptojnë dhe mendojnë se ky është qëllimi i agjërimit, mu largu nga ushqimi dhe pija. Por ky është vetëm aspekti i trupit të agjërimit. Dhe shpirti i agjërimit është kur ne agjërojmë me tërë qenien tonë, me tërë gjymtyrët tona, me sytë tonë, me veshët tonë, me gjuhën tonë, pra me shpirtin tonë. Dhe largimi nga të këqijat, braktisja me katëve dhe gjunoheve, dhe synimi i kënaqësisë Zotit, kjo është ai shpirti i agjërimit. Koncepti i dytë apo e mira e dytë e agjërimit është se agjërimi është i lidhur ngushtë me besimin e Zotit xhaleshanu. Nga njëherë temperatura shumë të larta gjatë verës, në ditë nxehta, agjërojnë. Sikur njeriu mos të kishte besim në Zotin, nuk do ta bënte një gjë tillë. Por duke qenë besimi në zemër, atëherë e agjeron dhe i përgjigjet urdhrit të Zotit madhreshëm. Për këtë arsye agjërimi është një lloj sekreti mes robit edhe Zotit. Pra është nëse dikun ndonjë vepër, ndonjë adhurim, vjen pyetje sinqeriteti, atëherë sinqeriteti më i madh është kur robi e agjeron muajin e shejtë të Ramazanit. Prandaj urime për gjithë ju që po na dëgjoni dhe shikoni, që ju keni përgjigj urdhrit të Zotit dhe jeni duke agjëruar muajin e shejtë të Ramazanit. Pra, koncepti i dytë, bazë i agjërimit është se agjërimi është i lidhur ngushtë me besimin. Për këtë arsye Zoti nuk po thot o ju njerëz, ju është bërë obligim agjërimi. Po Allahu xhaleshanu po thot o ju të cilët keni besu. Pra Zoti po i flet zemrave që kanë iman dhe besim to. Ato zemrat që kanë iman dhe besim, natyrisht se i përgjigjen urdhrit të Allahu xhalla xhelaluhu. Agjërimi, një prej objektivave të agjërimit dhe prej mund të themi edhe një prej forcës potenciale të agjërimit është se e edukon, e ushtron robin që të bëhet i devotshëm. Dhe synimi kryesor i agjërimit është që ta pastroj zemrën dhe shpirtin dhe në atë zemrë dhe shpirt mbjell devotshmëri. O ju cilët keni besuar, është bërë obligim agjërimi, ashtu që është obligim edhe për ata që ishin para jush, për çfarë, ku është rezultati? Në mënyrë thot Allahu që të bëheni devotshëm. Lutim Zotin e Madhreshëm që zemrat tona të bëhen devotshëm. Pra, duke u largu nga ushqimi dhe pija, ne e ushtrojmë veten tonë që gjatë përballjes në jetën tonë me mungesë të ushqimit dhe të pijes jemi të ushtruar. Por të njëjtën kur ne mbesim pa ushqim dhe pije dhe këtë e bëjmë edhe pse kemi prezent për hir të Zotit të Madhreshëm, në një farë forme u besojmë njerëzve të cilët vujnë nga uria dhe etja. Nga mesi ditës, lukthi, gjithsesi stomaku i jon e kërkon ushqimin, se trupi ka nevojë për ushqim, por megjithatë ne nuk i ofrojmë ushqim, për arsye se i kemi ofruar shpirtit ushqim, dhe ushqimi i shpirtit na bën neve që të bëhemi më të durueshëm dhe më të devotshëm. Këtë formë, gjatë agjërimit që e bëjmë gjatë ditës, ne e dimë që nuk është qëllimi i agjërimit vetëm që ne të largohemi nga ushqimi dhe pija, por është edhe që të largohemi nga çdo vepër e keqe. Thot pejgamberi alayhis salam, ai që nuk i lën fjalët e kota, bisedat e kota, të këqija, dhe punën sipas tyre, në një farë forme, edhe pse është agjërueshëm, merret me fjalë dhe punë të liga. Thot Allahu xhalla xhelaluhu, për këtë person nuk ka nevojë që ai ta braktis ushqimin dhe pijen e tij. Pra, nëse ne kemi agjëruar vetëm me gjymtyrët tona në kuptimin që jemi larguar nga ushqimi dhe pija dhe e kemi harru devotshmërinë tonë dhe largimin nga veprat e këqija, atëherë ne vetëm kemi qëndruar pa ushqim dhe pije, pa asnjë sevap dhe shpërblim. Për këtë arsye është e udhës që qysh në start ne këto ditë para të Ramazanit ta kuptojmë vlerën, rëndësinë dhe synimin cilin Zoti ka për qëllim kur na ka bën neve obligim agjërimin. Pas kësaj, diçka shumë e rëndësishme është se agjërimi është një lloj edukatori, i cili e edukon nefsin e njeriu gjithsesi agjëruesit. E pastron.
por jo vetëm të njeriu, të individit, por edhe të komplet shoqërisë. Kur agjëruesi gjatë ditës agjeron dhe takohet me shokët dhe me njerëzit të cilët e rrethojnë dhe e kupton që filani po agjeron, atëherë është një ndjenje e veçantë. Shpirti praktikisht e kupton se të gjithë po agjerojnë së bashku. Pra, obligimet e Islamit e kanë këtë qëllim, pra edukimin edhe shoqërisë, që gjithë ata të cilët i plotësojnë kushtet për agjerim e agjerojnë muajin e shejtë Ramazanit dhe në këtë farë forme edukohet shoqëria për të punuar, për të angazhuar, për të përgjigjur urdhrit Allahut xhalla xjalaluhu në grob. Agjerimi e ka dhe rolin tjetër për arsye se e edukon robën që të shqetësoj për te dunjas. Kur robi agjeron, ik nga bota materiale dhe nga materializmi i cili fatkeqësisht i ka kapluar, i ka zhytur shumë prej njerëzve e fatkeqësisht edhe prej muslimanëve. Prandaj Zoti përmes agjerimit dëshiron ta edukojë robën që ai të shqetësoj për te hundës e tij. Pra, shqetësoj edhe ahiretin dhe botën tjetër dhe të mirat që Allahu xhalla xjalaluhu i ka përgatit për ta në botën tjetër. Pra, kur agjeruesi agjeron, edhe pse ushqimin, pijet i ka për para vetes, edhe pse në farforme ka nevojë për to, lakmon për to, por prap i braktis duke ju përgjigj urdhrit të Zotit dhe duke shpresuar në atë që është tek Allahu xhalla xjalaluhu. Ditën e gjykimit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla xjalaluhu do t'i thotë me laçef që të rrasin ku janë agjeruesit. Pra do të thirrë një zë ku janë agjeruesit. Dhe është një derë e xhenetit që e ka emrin dera e posaçme për agjeruesit. Prandaj është shumë e udhës që ne ta kuptojmë këtë koncept. Ajo është koncepti që Allahu xhalla xjalaluhu përmes agjerimit po na mundson neve që na me shiqu për te dunjas, pra me shiqu në ahiret atë që Allahu xhalla xjalaluhu ka përgatit për neve në botën tjetër. Përveç këtij koncepti apo përfitimi, është edhe agjerimi e ka rolin që dëshiron që ta edukon individin, gjithsesi agjeruesin, që të ndihmoj dhe ta ushtroj që të ketë durim. Pra durim dhe të njëjtën kohë t'ia forcoj vullnetin. Për arsye se kur robi, besimtari, ka nevojë që të ketë durim edhe të ketë vullnet. Për arsye se pa durim dhe vullnet nuk do të ketë mundësi që t'i kaloj sfidat, problemet, të lashet dhe t'i realizoj sukseset. Për këtë arsye kanë thonë që suksesi ka nevojë për 3 elemente. Elementi i parë është ambicia apo dëshira. Çdo njeri ka nevojë që të jetë i fortë, i suksesshëm, të ketë pasuri, të ketë dije, të ketë famë. Kjo është çdo njeri ka në farforme dëshirën dhe ambicien për të qenë i tillë. Pastaj elementi i dytë është forca dhe potenciali. Pra, njeriu që ka mendje, ka trup, i ka edhe mundësi për të realizuar diçka. Prandaj agjerimi ndihmon që ta forcon këtë ambicien e tij, dëshirën e tij ta pasuron, pastaj fort ta forcoj në aspektin shpirtëror, dhe kur njeriu është i fortë shpirtërisht, atëherë padyshim se do të jetë i fortë edhe fizikisht. Pastaj elementi i tretë është vullneti, dhe vullneti konsiderohet edhe në fe, po edhe në jetën përgjithësi si gjë e domosdoshme për të arritur një sukses. Prandaj vjen agjerimi muajit shejt Ramazanit dhe forcon vullnetin, sabrin e besimtarit, gjithsesi agjeruesit. Dhe duke arrit këtë, atëherë mund të themi që muaji Ramazanit ndryshe e ka emrin muaji i sabrit. Pra agjerimi ka edhe një emër tjetër që dietarët e quajnë durimi. Wasta'inu bis-sabri was-sala wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Kërkoni ndihmë, thot Zoti, me namaz dhe durim. Dietarët kur e komentojnë këtë thonë që disa dietarë thonë durim apo sabër, këto është për qëllim agjerimi. Pra është një prej emrave të agjerimit është Allahu xhalla xjalaluhu ja ka dhënë emrin durim, për shkak se njeriu nuk mund të agjeroj, nuk mund të mbetet një kohë
pa ushqim dhe pije, të abstenoj dhe të largohet, sidomos gjatë temperaturave të vështira, temperaturave të larta, nëse nuk ka bindje në Allahun xhaleshon, nëse nuk ka ndërim. Prandaj është shumë e vështirë, pra, Allahu po thotë përveç ata të cilët janë të devotshëm, përveç ata që janë të përulur ndaj Allahut xhaleshon. Dhe elementi i fundit që kemi përzgjedhur të përmendëm është se agjërimi ndikon, i ka lën gjurmë të thella në edukimin shpirtëror, social të individit dhe shoqërisë. Pra e edukon, pra në farforme agjërimi është një lloj shkolle. Dhe kjo shkollë i ka ato lëndë e veta. Dhe nëse agjëruesi i përmbahet rregullave të agjërimit, me lejen e Allahut xhalla xhelaluhu do të arrijë që ta edukojë nefsin e tij, e për cilin Allahu xhaleshon në Kur'an ka thonë qad aflaha man zakkaha, ka shpëtu ai që ka pastru veten e tij, o qad khaba man dassaha, dhe në farforme është shkatru ai i cili e ka ndyt nefsin apo veten e tij me vepra të liga edhe të këqija. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ne nuk e ndryshojmë veten tonë. Prandaj, për ta ndryshuar veten tonë, një prej formave është që t'i përgjigjemi urdhrit të Zotit dhe ta agjërojmë muajin e shajit të Ramazanit. Allahu mos harrojmë se Allahu xhaleshanhu kur ka folur për agjërimin ka thonë agjërimi është i imi dhe unë shpërblej për te. Prandaj, s'na mbetet tjetër vetëm që me këto kuptime dhe koncepte të thella të agjërimit ta vazhdojmë agjërimin e muajit shajit të Ramazanit me bindjen në shpërblimin se neve për agjërimin do të na shpërblej Allahu xhaleshanuhu, kudo që jeni, ju përshëndesim duke ju uruar agjërim, të pranuar tek Allahu xhalla xhelaluhu, dhe të lehtë dhe të pranuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do të përballen mungesë të energjisë elektrike. Kemi edhe armiq të natyra të ndryshme. Kalon rrugës një kalimtar rasti edhe Musa e përcjell.